usqeshje. E kështu që këta dy emra. Okej, faleminderit Shkurta, mund të thesh. Eja Getoar, bëu gati Sasa. Ndërkohë vjen Getoari. Jo, Sasa... Okej. Mi mbrëma Getoar. Mi mbrëma. I ke të menduar aty emra dy arsye? Sigurisht që po. Po. Ka qenë shumë vështirë, por i pari është Klodi, se është lojtar tepër i fortë. Dhe shpresoj që ka dhe publiku e pështon. E dyta është Bia, sepse edhe ajo është lojtare fortë dhe kontakti me to është pak më i vështirë se nuk me fol gjuhën edhe qështu. Mirë, Klod, mund të kthesh. Faleminderit. Sasa, vetëm një gjë. Sasa futet në dhomë të rrëfimeve, dërsa le të bëhet gati kushtrimi, por mos rrini afër dhomës së rrëfimit. Kushtrim ti që po bësh gati për të futur brenda pasasës. Hello, Hello, Sasa, përshëndetje. Si ke qenë këto ditë? Shumë mirë, kom qenë shumë mirë. Dy emra i pas ke në muajet guës, që... Normal, se jena ndoj edhe nuk kom pse... Ata që kom dash me nominu, veçant nominun, tjetra është Bia. Okej, emri parë, po. Arsyeja apo s'ka nevojë? Po, ka nevojë arsyeja. Arsyeja se nuk po më pëlqejnë gjestet edhe sjelljet e saj, edhe po kena shumë problem kur po folim në gjuhë të tjera, nuk po du mu penalizu për shkak të saj. Edhe emri i dytë është pak më i vështirë, mendova tani se nuk e kisha në mendje, po mendoj që do të jetë Klodi, sepse e shoh si një lojtar të fortë edhe pse e ka kalu një reality show, kështu që asgjë personale. Okej, mirë. Faleminderit. Të gjithëve. Bye bye. Eja kushtrim?